Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Refije Cena. Zonja Refije, përse na ke kontaktuar? U kam kontaktuar Luze, për të vetmen arsye, sepse unë kam një problem me vajzën time, kam 26 vjet këtu në Greki, kam punuar se unë e di, dhe vajza dhe të gjitha lekët, si që punoja jepja vajzës, sepse thosha dhe më thoshi të bërim bashkë. Edhe t'ja dash. Tani unë busha moshën më i di. Jam 65 vjeqe. Në marës që shkollë më vdiq plaka, se mbaj pleqe, plaka, mbaj. Më vdiq plaka, tata për të kërkuar ty, dhe nuk më jep të njeri tu, se më thosh një më që madhe nuk e bënda. Si a bën për të jetuar, zonjë Refije? Urdhro? Si a bën për të jetuar? Unë më i di të adishja kam thënë e një unë jam në Greki akoma, sepse kam shtëpi në Shqipëri, edhe unë ja tani tash edhe atyre që më morën, se më thanë da të marrë me kamër. Nda të vesh në një bluzë të pakë, se si që edhe nda të lypura, se i sa po lypja. Lyp rrugëve, stalas policia, kur lyp, mam gjenë në lek, kur lyp, vete në për kazane, se stalas policia dhe dalën të lyp. Këtë bëj. Edhe ju e keni denoncuar rastin publikisht në emisionin Shihemi në gjyq të zonjës Seni Çobani. Çfarë ka ndodhur konkretisht në këtë denuncim publik? Ajo është në lidhje me vajzën time. Edhe erdhi puna, unë në muajin mars në plata kërkoj aty në ndej te nuk më jep të një rëpun se jem o shemave në kur. Edhe vërëm i thënë vajzës. Bio, si do bëjmë i thash në pitin e nëja, si s'pëgjej do punë, se më tonë që jemë shemave, nuk të marim do të punë. Për në që do në mati në thamë atë, vabë si e kemi do në beti një tashën kësaj, e kemi do një tashën që nëse letë do të mund si shtë punoj do të japia, edhe nëse pas nësën do në bashti i tashën, ku i e i tashën? O, ta nuk të mbaj do të nësa. Po mirë i tashën, po si në mbajt e do të me të keke në nëja, më gjenë një shtëpi atje në Vlorë, se jam nga Vlora. Më gjenë një shtëpi atje në Vlorë, i tashën, më pagoj qëra, më pagoj ujë, më pagoj drita dhe jam në redhe. Ikmë thama dhe qatë të bjashë mësë më intereson, se s'kam për t'i gjejon të kjo. Më ndunë telefonat edhe asë në ka folë, asë më ndunë telefonat, nuk kam i den se ku është dhe ku jam, nuk e ka i den. E dhe unë futa në Instagram dhe jeta e një Çobani. Këtu fillon historia me Eni Çobani. Zonjë Refije, ju keni kontaktuar edhe me zonjën Eni Çobani për të bërë denuncimin publik, pra ndërmjetësimin në emision Shihemi në gjyq. Çfarë ndodhi në këtë ndërmjetësim publik? Në ndërmjetësim që ndodhi se më dërgoni më thotë Eni nishu poshtë, e gjeta dhe një rrën që më donte e më thotë Eni nishu poshtë. Unë nisa, unë e vajta. Vajta të Eni në Tiranë. Se personin që gjeta unë e gjeta në Fierë, ishte vëndim djallit të dajos. Më ndimon biro të ndimon. Edhe vajta në Fierë. Edhe më marim të qupat, ke ardhur më thamë e po, i thashun tani në mëngjes herna. Nisëm thamë se të kërkon Eni Çobani në orën 3 këtu. Vajta të Eni Çobani, pura më bet me Eni Çobani, për bukutëri të zotit, më dha sa shpresa më i bije, o fluturove. Sa problemi im këtu në daroj. Baroj, dhe në gëzimi, në ato që më tha Eni, në ato që më tregon të Eni, nga gëzimi fluturova dhe jap Eni 300 euro aty. I tha shkoj të dorën nga mua se po më përgjemjat mëse që po më atë. Dakor. I të shkoj të tha më atë dhe do fini nesë. Sigurisht a bënda në Tiranë. Vajta, rita unë si që të më tha Eni, Hera prapë më të njësmin, na fut në një dhomë që me të tyve, mua dhe atë djalin, edhe na thotë, do thuash të shtu, ti do thuash të shtu, ti do thuash, dhe me që në vite për të zonë, Eni, nuk ka marrë për të zonë për djalin, më do zhjes një do zhërë, do të shpoti të te mënta, se që si do futesh ti më tha mua tjeta në tenjë, dhe unë do të rova më i biju, bëra ashtu si që më tha Eni, që lashim namë,
Biles kur vajta në shtëpi, ajo, kur vajta në shtëpi më folën të gjithë, mos quaj ashtu që të tajemi, qa janë këto, për qa ke vajtë të atje, për të bërë teatër, për të mbushur emisionin e Emi, më folën sa, po unë isha e detyruar të të jasë që shmë tajemi. Pra zonjë ju keni dhënë para Seni Çobani për çështje në fjalë, pra për të zgjidhur problematikën midis teje dhe vajzës tuaj, mirë po nuk ka arritur asnjë rezultat konkret. Për ta përmbyllur, cila është thirrja juaj për vajzën tuaj, e cila ju ka lënë në mes të rrugëve, por jo vetëm, edhe zonjë Seni Çobani, e cila ka marrë përsipër çështjen dhe nuk e ka zgjidhur, pra nuk e ka mbajtur fjalën të cilën ju ka dhënë juve. Po, nuk e mbajtur fjalën. Nuk e mbajtur fjalën. Juaj për zonjën Eni Çobani. Sirja ime për Eni Çobani është se në një muaj mbrapa se të që bërëm këtë qiemi në gjyq të domën, më marrin ato qupat e Eni Çobani edhe më thonë, Eni Çobani ka thonë me vajzën tote, dhe vajza juaj ka pranuar që të pagojnë një qira në plot. Por nuk do që ty nuk të do më përnën. Faleminderit i tashëm, dhe mos të më tojtë, të më pagoj qiranitës, të jam të përgjete. Tani mua më dhe që Eni Çobani më fshin në ato mesazhe, më fshin të gjitha kur i marrë në telefonit dhe më përqalë i keni. Po ja nuk do qupa jote, nuk të gjigje qupa jote, ja. Po ju më sa fitë, më dhe një formë, qa dhe njështë pra e shumë të i tashim? Po dhe njështë, po dhe qa të i pushte në asaj, se e në dhuri, api në në për të zënë për të fëtë, sa për të parë dhe të pëshim. Dhe nga Eni Çobani nuk të tojnë këto, se më ka mashtruar jashtë mase. Se Eni Çobani të një kam dhënë 500 euro, dhe 100 që janë kam dërguar në emër të fjalit 600. Unë duhet të më këtej këto Eni Çobani. Për vajzën të në zonjë Refi, e cila është thirrja juaj? Për vajzën në mes të dhe për vajzën time të toj, që më të ndihmoni ju, se unë nuk për e gjej të vaksëmi, të më ndihmoni juve, që të më ndihmoni që të më japi në një lekë, të më japi në një gjë. Kërkoj dhe një ndihmë nga kush po më dëgjoni, se jam një nënën e vranë në shpirtu, po më djali me ka vdekur, që po më janë në rrugë, kam streku të futim, ku do vete nuk e di, po nuk rrugëve të Greqis, po pati mundësin kush më dëgjon, një kërë kasole tua në Shqipëri. Një kërë kasole tua në Shqipëri, se më kalon vajza rrugëve, unë rëpës lëpë që mbrojta i te nga lupja një ëndri Eni Çobani. Pra da kush më dëgjon, kush më dëgjon nga shqiptare, ku do t'janë, si për një kasole të më vinë ati në fa, një kasole të më japi. Faleminderit. Janë rrugëve. Qupa më la, djali më ka vdekur, që qumë ka ngellur vëzhe më i pi, po dhe që të më ndihmoni dhe juve. Edhe nga qupa unë të poj, që të më japi një pension se unë nuk kam, nuk të më të mua në Shqipëri.